që ke luga që më kritikoj Saronda që ja pusha të gjerën. Po e bëjmë publike, për herë të parë, pas një bashkëpunimit të gjatë e kritikova Lenën, po jashtë kamerave, po ja që Lena do me thonë nëse ka diçka që s'muj me duru, është kur njerëz e përzin ushqimin me lukë të hekrit në tiganin apo tenxherën. Me thonë, ma atharon shumë, përveç që e dëmton shumë tiganin, tenxherën edhe ma atharon. Elena e përziti, ma prishi tenxherën. Realisht nuk e përzita deri në fund, faktikisht. Ideja ke vetëm atë pjesën sipër, se s'pat nevojshëm me përzi, është shumë e vërtetë, edhe unë e kom po që bujnë edhe video, po më dhe edhe postojnë, me tenxhere shumë të grithra, po metale të rënda që i lirojnë ato tenxhere, janë njerëz zakonisht tepër dëmshme për shëndetin e njerëz. Apo më kuptan tash. Përgëzoj për këto. Realisht unë instinktivisht e përziva, po nuk e përziva deri më vonë. Këndo që e shatë të përzi me lukteke, që ta mo bre, mo të lutë në mo. Do me thonë e kam shprehi këto. Lene nuk dashta kështu të para juve me zdashur, po okej. Ka njëherë dhe kritika duhet me i pranu.